Bordi i Transparencës ka vendosur uljen e çmimeve të karburanteve në mbledhjen e datës 18 prill 2026. Nafta pëson një ulje prej 13 lekësh për litër, ndërsa benzina ulet me 2 lekë për litër, sipas vendimit të bërë publik nga autoritetet. Çmimi i naftës për shitje me pakicë do të jetë 197 lekë për litër, nga 210 që ishte më parë, ndërkohë benzina do të tregtohet me 172 lekë për litër, nga 174 që ishte përpara këtij vendimi. Vendimi hyn në fuqi sot në orën 10:30 dhe mbetet në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të rishikohen çmimet në bazë të tregut. Autoritetet kërkojnë zbatimin e detyrueshëm nga të gjithë operatorët e tregtimit me shumicë dhe pakicë, duke paralajmëruar masa administrative deri në pezullim aktiviteti në rast shkeljesh. Megjithatë, situata vjen të mbetet e paqartë për shkak të zhvillimeve ndërkombëtare, duke mbajtur tregjet ndërkombëtare në presion. Në zhvillimet e fundit të tregut, nafta Brent regjistroi një rritje prej 4.7% gjatë enjtes, duke ju afruar nivelit të $98 për fuqi, ndërsa West Texas Intermediate u tregtua pranë $94 për fuqi.